Shqiptarët e Maqedonisë nuk e duan Nikola Gruevskin për kryeministër. Sipas një hulumtimi të Institutit Liberta në Shkup, 87% të anketuarve kanë mendim negativ për kryeministrin aktual, ndërsa mendim pozitiv kanë vetëm 0.2%. Pjesa më e madhe, pjesa dërmuese e shqiptarëve nuk kanë besim tek ky kryeministër, i cili vazhdon të realizojë projekte një etnike, një religioze, një partijake dhe në fundit tenton që nga Maqedonia të bëj vetëm shtet të popullit maqedonas. Sipas këtij hulumtimi, kreu i PD-s Mendu Thaçi ka rezistuar më shumë se lideri i BDI-s Ali Ahmeti politikës antishqiptare të kryeministrit Gruevski. Megjithatë, rreth 50% të anketuarve mendojnë se asnjëri nga liderët shqiptar nuk ka mbrojtur interesat kombëtare. Hulumtimi i Institutit Liberta po ashtu tregon se rreth 80% të anketuarve nuk janë të kënaqur nga implementimi i marrëveshjes së Ohrit. Unë personalisht mendoj se shumë vështirë do e kenë partitë shqiptare në këto zgjedhje të bindin popullatën shqiptare të delë në zgjedhje. Posaçërisht nëse nuk ofrojnë diçka të re. Vetëm 50% e shqiptarëve mendojnë se zgjedhjet e parakohshme do të jenë demokratike, po aq është edhe numri atyre që nuk do të dalin në votime. Riyad Murati, Top Channel, Shkup.